Mirë, thjesht imagjinoje këtë. Një grua ndalet përpara një shtëpie të vjetër fshatare. Është gjëja e fundit në tokë me emrin e saj mbi të. Ajo është 29 vjeç, thyrë, e vetme, dhe ka ardhur këtu për t'u zhdukur, për të filluar nga e para në një vend ku askush nuk e njeh fytyrën ose dështimet e saj. Por kur ajo hapet nga ajo makinë, ka një burr në gjunjë në kopshtin e saj përpara dhe një vajzë 5 vjeçare me dhe në gjunjë duke qeshur sikur bota kur nuk i ka lënduar ata. Ata kanë jetuar në shtëpinë e saj për 2 vjet. Këtu fillon historia e sotme. Pra, më thuaj në komente se nga je duke dëgjuar. Unë vërtet dua të shoh se sa larg udhëtojnë këto histori. Zhurma e zhavorit krishte në gomat e saj sikur po e paralajmëronte, duke i thënë të kthehej. Clara Bennett nuk kishte qenë në këtë shtëpi për më shumë se një dekadë. Ajo mezi e kujtonte atë vetëm ndërhyrje, një verandë, një kuzhinë që dukej si e rozmarine. Ema e saj fliste gjithmonë për këtë vend para se të vdiste. I kishte përkat gjyshja saj. Ajo e kishte dashur atë në një mënyrë që Clara kur nuk e kuptoi si fëmijë. Tani Clara ishte këtu, jo sepse e donte atë, por sepse nuk kishte ku tjetër për të shkuar. Ajo fiksi motorin dhe u ndal vetëm aty. Një valixhe në sediljen e pasme, një qese me ushqim për ndoshta 4 ditë, një kuti e vogël kartoni që nuk e kishte hapur për 2 vjet. Kjo ishte gjithçka. Ky ishte shuma totale e jetës së saj në 29 vjet. Ajo nuk duhej të ishte këtu. Dhe tani, Clara po shikonte një shtëpi që priste të ishte e zbrazët. Nuk ishte. Kish një burr në kopshtin përpara, në gjunjën edhe, me mëngët e këmishës të mbështjella, dhe pranë tij, një vajzë e vogël bjonde me dhe në gjunjë, duke qeshur sikur qeshja ishte gjëja më e lehtë në botë. Gjoksi i Clarës u shtrëngua. Jo nga zemërimi. Jo ende, nga diçka më keq. Ajo kishte harruar se si dukej gëzimi në fytyrën e një personi tjetër. Ajo u afrua më shumë. Burri ngriti kokën dhe shpreha e tij u përmbys si të ishte një burr që sapo kishte kuptuar se toka nën të nuk ishte e fortë. Kush je ti? Zëri i saj doli më impreth se sa mendonte, ose ndoshta saktësisht aq impreth sa kishte ndërmend. Ajo nuk e kishte vendosur ende. Burri i gjatë në mesin e 30-tave me një fytyrë që dukej sikur dikur qeshte më shumë se sa tani. Ai fërkimi duart në xhinse, nuk foli menjëherë. Ai ndales i tha diçka. Ky nuk ishte një burr që do të gënjente. Por as nuk do ta bënte këtë të lehtë. Emri im është Etienne, tha ai. Etienne Kola, dhe e di se si duket kjo. Duket sikur ju jeni duke jetuar në shtëpinë time. Po. Ai nuk u tun. Unë jam. Vajza e vogël e tërhoqi mëngën e tij. Babi, kush është ajo zonja? Ajo fjalë. Babi. Clara pa mënyrën se si vajza shtypi fytyrën e saj kundër këmbës së tij. Mënyra se si dora e tij shkoi në majë të kokës së saj instinktivisht, mbrojtëse, automatike. Clara nuk thiri policin. Ajo mendoi për të për rreth 11 sekonda. Ajo mendoi shumë për të, por diçka e ndaloi. Ndoshta ishte kopshti, aktual, lulëzuar, duke u rritur përpara një shtëpie që ajo kishte braktisur. Ndoshta ishte veranda. Herën e fundit që e kishte parë, dërrasat ishin duke kalbur. Tani ishte e fortë, e ndrequr, e lëmuar. Ai jo vetëm që kishte hyrë me forcë, ai kishte vendosur brenda dhe kishte kujdesur për vendin sikur kishte rëndësi. Por kjo nuk e bëri atë të rregull. Ju keni një javë, tha ajo. Merrni gjërat tuaja, merrni vajzën, qëndroni larg. Etienne u përkuli. Thjesht u përkuli. Unë e kuptoj. Do sigurohemi që të dalim. Ai u kthye për të ecur brenda, duke marrë vajzën e vogël në krah, dhe Clara dëgjoi se ai tha diçka të ulët dhe të butë. Ndonjëherë shtëpit kujtojnë kujt u përkasin, Lili. Dhe kjo është në rregull. Clara qëndroi në obor vetëm dhe e urrente atë fjali sepse u ul në gjoks dhe nuk dilte. Shiko, nëse do të kishit takuar Clarën 3 vjet më parë, do të kishit quajtur atë një nga njerëzit më me fat në jetë. Dhe sinqerisht, nuk do të kishit gabuar. Ajo përfundoi kolegjin herët, jo me një semestër, me një vit të plotë. Ndërsa shokët e saj të klasës ende ishin të stresuar për praktikat, Clara tashmë po ndërtonte diçka.
Konsulencën e saj të marketingut e rriti nga apartamenti i saj në një kompani të vërtet me klient të vërtet dhe punonjës që i besonin asaj. I ati i saj, Ricard Bennett, praktikisht ju lut asaj që t'i bashkohej kompanisë së tij, Bennett dhe shokët, një firmë e madhe zhvillimi të pasurive të patundshme që ai kishte ndërtuar për 30 vjet nga asgjëja. Clara tha jo. Ajo donte gjën e saj, emrin e saj në derë. Dhe Ricard, ai e respektoi atë në heshtje, me krenari, plotësisht. Dhe Etiani, sepse ky nuk ishte ndonjë huaj që rrinte në një shtëpi për argëtim, historia e tij kishte shkatërimin e vet. 2 vjet para se Clara të tërhiqej në atë rrugë, Etiani humbi vëllain e tij James dhe kunatën e tij marrën në një aksident me varr. Një stuhi erdhi më shpejt se sa parashikoi kushto. Vajza e tyre Lili ishte mezi 1 vjeçe, në shtëpi me një bebe gjyshe kur erdhi thirrja. Etiani ishte ai që u përgjigj. Ai ishte ai që ngisti në spital. Dhe ai ishte ai që një infermiere i vendosi një fëmijë në gjumë në krah sikur të ishte transferimi më i natyrshëm në botë. Ai nuk e pyeti, asnjëherë. Ai thjesht u bë babai i saj ligjërisht, praktikisht, emocionalisht. Ai betua se do ta mbrojë atë vajzë me gjithçka kishte. Por gjithçka që ai kishte doli të mos ishte shumë. Partneri i tij i biznesit, një burr që ai kishte besuar për 6 vjet, pastroi llogaritë e tyre, la Etianin me borxhe që nuk i dinte se ekzistonin. Kur pluhuri u vendos, ai kishte paguar atë që i duhej, por nuk kishte mbetur asgjë. Pa kursime, pa apartament, pa rrjet sigurie. Atëherë ai dëgjoi për shtëpinë. E braktisur për vite. Vendasit thanë se bia e pronarit ishte larguar. Disa thanë se ishte e vdekur, të tjerë thanë se nuk i interesonte. Askush nuk po vinte për të. Kështu Etiani hyri me forcë. Dhe po, kjo ishte e gabuar. Ai e dinte atëherë dhe e di tani. Por kur je duke mbajtur një 3 vjeçare që të thërret baba dhe nuk ke ku të shkosh, busulla jote morale bëhet fleksibile. Ai planifikoi të qëndronte disa muaj, por muajt u kthyen në stinë dhe stinët u kthyen në diçka që ndjeje rrezikshme afër paqes. Kopshti filloi të rritej. Lili filloi të rritej. Dhe Etiani filloi të marrë frymë përsëri. Më ngadalë, më thellë, si një burr që më në fund kishte ndaluar të vraponte. Derisa Clara erdhi në atë garazh. 3 ditë. Kjo ishte gjithçka që u desh. Jo një javë, as afër. 3 ditë. Ditën e parë, Clara e mbylli veten në dhomën e gjumit kryesore dhe u përpoq të shtiret se ata nuk ishin aty. Ajo çmontoi valixhen metodikisht. Rrobat në dollap, artikujt e higjienës në raf. Pastaj ajo qëndroi në banjo dhe hapi çdo kabinet, kontrolloi çdo sirtar, u sigurua që nuk kishte asgjë në këtë shtëpi që mund ta ndihmonte të zhdukej ashtu si dikur. Kabinetet ishin bosh. Ajo nxori frymë. Një fitore e vogël që kur nuk do t'ia thoshte askujt. Ajo dëgjoi hapat e Lilës në korridor. Ajo dëgjoi Etianin duke gatuar. Ajo dëgjoi qeshje, atë të ndritshme, të pakujdesshme që vetëm një 5 vjeçare mund të bëjë. Ajo tërhoqi jashtëkun mbi kokën e saj. Ditën e dytë, ajo erdhi poshtë për ujë dhe gjeti një vizatim në tryezën e kuzhinës. 3 figura shkopin në këmbë përpara një shtëpie, një diell i madh i verdh lart, shkaravina jeshile për kopsht. Figura më e gjatë kishte flok kafe. Kjo ishte Clara. Vajza e kishte tërhequr atë në familje para se të kishin bërë një bisedë të vërtetë. Clara e pa atë vizatim për një kohë të gjatë. Nofulat e saj u shtrënguan dhe frymëmarrja e saj ndryshoi. Dhe nëse do të kishit parë nga afër, do të kishit parë dorën e saj të shtrihet dhe të prek buzën e letrës, vetëm mezi, sikur mund ta digjte. Askush nuk e kishte përfshirë atë në asgjë për vite. Ditën e tretë, ajo doli në verandë ku Etiani ishte ulur pasi e kishte vënë Lilën në shtrat, me krahët të kryqëzuar duke parë kopshtin. Ju mund të qëndroni. Unë nuk kam nevojë për të gjithë shtëpinë. Ajo e tha si ishte praktike, si matematik. Etiani nuk debatoi, nuk i falenderoi shumë, nuk e bëri atë një moment. Ai thjesht tha, në rregull. Pra, vetëm 3 ditë, një vizatim dhe ajo mori një vendim që ndryshoi gjithçka. Javët u palosën njëra në tjetrën ashtu si bëjnë kur nuk i numëron më. Ata zhvilluan një ritëm. Jo të planifikuar, thjesht ndodhi. Etiani gatuante sepse ishte më i mirë në të.
Klara pastronte me obsedim sikur të mund të organizonte rrugën e saj në paqe të brendshme. Lili orbitonte midis tyre si një satelit i vogël bjonde, duke i tërhequr të dy në gravitetin e saj pa u përpjekur. Klara filloi të ndihmonte në kopsht. Ajo nuk e shpalli. Një mëngjes Etiani doli jashtë dhe ajo ishte thjesht aty në gjunjën dhe me një fokus që kufizoi në agresivitet. Ai nuk komentoi, i dha dorashka. Kjo ishte ajo. Një mbrëmje rreth 2 muaj më vonë, Klara ishte në verandë duke lexuar kur Etiani doli duke mbajtur një tenxhere të plasaritur qeramike. Lili dëshiron t'ju jap këtë. Ajo thot se është një trofe sepse ju tërhoqet më shumë barrat e këqija sot. Tenxheria kishte një lules kuqe brenda, gjysmë e venitur, me një copë shirit në anë që lexonte KLR me shkronja të dridhura. Ajo shkroi gabimisht emrin e Klarës. Klara e mbajti atë sikur të ishte prej qelçi. Ajo e vendosi atë në komodinë e saj atë natë dhe ishte gjëja e parë që shikonte çdo mëngjes për javë. Etiani nuk e përmendi kur më, por vuri re se ku e mbajti atë. Por nën sipërfaqe, diçka po ndodhte që Klara nuk ja kishte thënë askujt. Ajo ende po luftonte çdo ditë të vetme. Kur jati i saj vdiq, ai sulmi papritur brutal i zemrës, pa paralajmërim dhe pa lamtumir, Klara nuk u shemb vetëm emocionalisht. Ajo u shemb kimikisht. Presioni i përpjekjes për të drejtuar kompaninë e tij, tradhtik nga njerëzit që i besonte, dështime. Ajo filloi të përdorte barna me recetë në fillim, pastaj më keq. Ajo u përpoq të përfundonte jetën e saj. Një prerje në dorën e majt. Ajo mbijetoi ende. Ajo u pastrua teknikisht, por varësia nuk funksionon si një çelës drill. Është më shumë si një baticë. Tërhiqet dhe ti mendon se ka shkuar. Dhe pastaj në orën 2 të mëngjesit, ajo përplaset dhe ju jeni duke u kapur nga buza e lavamanit, duke pyetur veten nëse personi në pasqyrë është mjaft i fortë për një natë më shumë. Kjo ndodhi rreth 3 javë pasi ajo i lejoi ata të qëndronin. Në mes të natës, duart duke u dridhur, dëshirat duke goditur si një val. Ajo ishte e përkulur mbi lavamanin e banjës, nofullat e shtrënguara, dhe ajo hapi kabinetin. Asgjë atje. Ajo u sigurua për këtë, por impulsi ishte i gjallë. Pastaj ajo e dëgjoi atë përmes murit. Lili duke kollitur dhe zëri i ulët i Etianit jashtë tonit, duke kënduar diçka të butë derisa kollitja ndaloi. Thjesht një burr duke ngushëlluar një fëmijë në errësirë. Klara mbylli kabinetin, u ul në dysheme të banjës dhe mori frym brenda dhe jashtë, derisa duart e saj ndaluan së dridhuri. Askush në atë shtëpi nuk dëgjoi asgjë. Kështu shkon shumica e betejave si kjo. Në heshtje, private, dhe mbaron para se dikush të di se ka ndodhur. Veranda u bë vendi i tyre. Pasi Lili shkonte në shtrat, ata përfundonin atje. Jo me marrëveshje, thjesht gravitet. Ata po lan enët një natë, ai duke lar, ajo duke thar, njësoj si çdo natë. Dhe pa menduar, Klara filloi të gërgjinte. Ajo as nuk e kuptoi se po e bënte derisa Etiani tha, kjo është kënga që i këndoi Lilës. Ajo u ngri. Ajo duhet ta kishte dëgjuar atë përmes mureve 100 herë. Kishte hyrë brenda saj pa leje. Më fal, tha ajo. Mos u mërzit. Ai tha, dhe ai mori melodin atje ku ajo e la. Ata përfunduan enët ashtu, duke e kaluar këngën njëri tjetrit pa parë njëri tjetrin, të dy duke buzëqeshur te lavaman. Lili ecti përmes, i shikoi të dy dhe tha me ndershmëri shkatëruese 5 vjeçare, ju dy jeni qesharak së bashku. Pastaj doli jashtë sikur kishte raportuar motin. Stiua erdhi në mes të tetorit, fiksti energjin para se darka të përfundonte. Etiani gjeti qiri. Lili mendoi se ishte aventura më e madhe e jetës së saj. Klara ndërtoi një fort nga jastëkët e divanit dhe të tre fushuan në dhomën e ndenjes sikur pjesa tjetër e botës të ishte fikur. Lili ra në gjumë mes tyre brenda një ore, e shtrirë ashtu si vetëm fëmijët mund, plotësisht, pa frikë duke u dorëzuar në gjumë. Një dorë e vogël në secilën prej këmbëve të tyre, duke i lidhur të dy. Dhe në dritën e qiririt, ata folën, vërtet folën. Etiani i tregoi për Jamesin, për ngasjen në spital dhe një infermiere që i dorëzoi një fëmijë sikur të ishte një e martë normale. Ai tha se ende e mbante mesazhin zanor të vëllait në telefonin e tij të vjetër. Disa net ai e luante, disa net nuk mundte.
Klara që e qetë për një kohë të gjallë. Pastaj ajo i tha atij gjëra që kur nuk i kishte thënë me zë për babajnë e saj. Jo kompanin, jo dështimin, burrin. Si ai përdorte të linte shënime ngjitse kudo. Në çantën e saj shkollore, në frigorifer, në panelin e makinës së saj, gjëra të vogla si ti je tashmë e mjaftueshme. Dhe mos harro të hash, Gjeni. Ajo mbante çdo njërin në një kuti. Dhe kur ajo ishte në nivelin më të ulët, duke u mbytur në turpin e humbjes së gjithçkaje që ai kishte ndërtuar, ajo e hodhi atë kuti larg në një furi të zemërimit. Iku. E vetmja provë se dikush dikur e kishte dashur pa kushte, shkatëruar nga duart e saj. Ajo tha se dikur mendonte se dështimi i saj më i madh ishte humbja e kompanisë. Por nuk ishte. Ishte shkatërimi i asaj kutie sepse pa prova, një pjesë e errët e trurit të saj i thoshte se kjo nuk ndodhi kur fare. Pastaj ajo ngriti mëngën, i tregoi atij vragën në dorë. U përpoqa të largohem, tha ajo. Dhe ajo nuk do të thoshte qytetin. Ajo u përgatit për keqardhje, për tmerr, për distancë. Ai e pa vragën, e pa atë dhe tha, më vjen mirë që je këtu. Jo, më vjen mirë që mbijetove. Thjesht më vjen mirë që je këtu. Që do të thot gjallë, që do të thot në këtë shtëpi, që do të thot me ta. Diçka lëvizi në atë dhomë. Diçka që asnjëri prej tyre nuk e emëroi. Sikur vetë shtëpia nxori frym dhe tha, më në fund. Ditë më vonë, ndoshta një javë, ata po pastronin pas darkës, duke lëvizur rreth njëri tjetrit në atë ritëm të lehtë që njerëzit zhvillojnë në një kuzhinë të vogël. Lili ishte në shtrat. Shtëpia ishte e qetë. Klara tha diçka që nuk kishte ndërmend ta thoshte me zë. Unë vazhdoj të pres që kjo të shkatërohet, siç ndodh gjithmonë, sikur do ta shkatërroj. Etjani ndaloi, vuri poshtë peshirin, ecti drejt saj. Ai i mbajti fytyrën në të dyja duart butësisht sikur ajo ishte diçka që kishte rëndësi. Ti nuk ke shkatëruar asgjë, Klar. Ti ke mbijetuar gjithçka. Dhe ai e puthi atë, i butë, i qëndrueshëm, jo i nxituar, jo i dëshpëruar, si një premtim i bërë pa fjalë. Ajo e puthi përsëri. Dhe për herë të parë në më shumë kohë se sa mund të kujtonte, ajo nuk po mendonte për atë që kishte humbur. Ajo po mendonte vetëm për atë që ishte pikërisht përpara saj. Disa javë para Krishtlindjeve, një zhvillues telefonoi. Ai kishte qenë duke vëzhguar tokën. Oferta ishte e rëndësishme, më shumë se sa mjaftueshëm për një jastëk të vërtet financiar. E mjaftueshme për të shkuar diku tjetër. Gjëja e zgjuar, e sigurt, strategjike për të bërë. Klara qëndroi në kuzhinë duke mbajtur telefonin dhe ndjeu çdo instinkt të vjetër të fillonte. Shlyej paratë. Qëndro likuid. Qëndro i lëvizshëm. Mos u lidh sepse gjërat merren larg. Ajo shikoi dritaren. Etjani ishte në kopsht me Lilën dhe vajza po përpiqej të barte një kungull pothuajse aq të madh sa ajo. Etjani po shtirej se nuk ndihmonte ndërsa absolutisht po ndihmonte. Të dy po qeshnin. Drita e vonë e pasdites kapi gjithçka të ardhë. Ajo mendoi për nënën e saj, si ajo gjithmonë thoshte se kjo shtëpi ishte e veçantë. Jo për shkak të mureve, por për shkak të asaj që i mbushje ato. Ajo refuzoi ofertën. Atë natë ajo ul përsëri në dysheme të banjës, jo për shkak të dëshirave, por për shkak të zakonit. Ajo ende kontrollonte me veten atje, pllakat e ftohta në mpëllëmbët, heshtja mjaft e lartë për të dëgjuar frymëmarrjen e saj. Disa net përgjigjja ishte, unë jam mirë. Disa net ishte, jo akoma, por jam ende këtu. Sot ishte diçka e re. Unë po qëndroj. Ajo e tha me zë asnjërit, vetes, shtëpisë. Dhe ajo nënkuptonte të gjithë atë, të mirën dhe të tmerrshmen dhe të pasigurtën. Ajo nuk e dinte nëse kjo do të zgjonte. Ajo thjesht e dinte se kishte mbaruar së larguari. Pranverë. Kopshti është plot. Jo vetëm duke mbijetuar, duke lulëzuar. Veranda është e fortë. Klara është në kuzhinë duke bërë mëngjes kur Lili vrapon duke mbajtur diçka. Një copë letër e ngjeshur nga bartja shumë e shpejtë. Bëra një tjetër, thot ajo pa frym, krenare. Klara bie në gjunjë, e merr atë. Është një vizatim tjetër. 3 figura shkopin përpara shtëpisë. I njëjti diell i verdh, i njëjti kopsht i gjelbër. Por kësaj here ka diçka të ndryshme.
Kësaj here, figura më e gjatë, ajo me flok kafe, ka një zemër në gjoks. E kuqe e madhe, e ngjyrë aq fort sa lapsi pothuajse kaloi nëpër letër. Klara e shikon atë, dhe pastaj ajo e shikon këtë vajzë të vogël që e zgjodhi atë para se ajo të zgjidhte veten, këtë fëmijë që e vizatoi atë në një familje kur ajo as nuk mund të nxjerrte veten nga shtrati shumicën e mëngjeseve. Dhe ajo thyet. Jo ashtu siç thyej dikur. Jo lloji që shembet. Jo lloji që të dërgon në dysheme banjosh dhe dyert kabinetesh. Ajo hapet. Lloji i thyerjes që lejon dritën të hyjë. Ajo e tërheq Lilën në krah aq fort sa vizatimi ngjeshet mes tyre. Dhe ajo qan. Vërtet qan. Mënyra se si nuk e ka lejuar veten të qaj që nga vdekja e babait të saj. Lloji që vjen nga diku në mbrinjët tuaja. Diku që ke harruar se ekziston sepse e ke bllokuar kaq shumë kohë më parë. Lili nuk tërhiqet. Ajo thjesht vë dorën e saj të vogël në shpinën e Klarës dhe thot, është në rregull. E bëra zemrën shumë të madhe që ta dije. Që ta dish. Etiani i gjen ata ashtu në dysheme të kuzhinës. Klara duke mbajtur Lilën, vizatimi i shtypur mes tyre, dhe ai nuk thot asgjë. Ai thjesht ulet pranë tyre, vendos krahun rreth të dyve dhe qëndron. Kjo është imazhi që dua të mbani. Jo kopshti i përsosur, jo drita e artë, një grua në dysheme të kuzhinës duke mbajtur një vizatim të ngjeshur duke u mbajtur nga njerëz që nuk i kërkuan asaj të ishte gjë tjetër përveç asaj që ishte. Ajo shkoi në atë shtëpi duke pritur asgjë. Pluhur dhe heshtje dhe biznesi i ngadalshëm i zhdukjes. Ajo nuk e dinte se shtëpia kishte plane të tjera. Ata shëruan plagë që kur nuk i shkaktuan njëri tjetrit. Dhe ndoshta kjo është lloji më i pastër i dashurisë. Jo ndreqja e dikujt, jo shpëtimi i dikujt, por thjesht të qëndrosh afër mjaft kohë që pjesët e thyer të kujtojnë se ku përshtaten. Pra, kjo ishte historia e Klarës. Dhe ajo që vazhdon të mbetet me mua nuk është romanca ose shtëpia. Është fakti se ajo shkoi atje për të qenë e vetme. Dhe të qenit i vetëm ishte e vetmja gjë që do ta kishte shkatëruar atë. Unë mendoj se shumë prej nesh e bëjnë këtë. Kur jeta godet fort, instinkti ynë i parë është të izolohemi, të kuremi, të themi, unë do ta trajtoj vetë. Dhe ka forcë në këtë. Por ka edhe rrezik, gjithashtu. Në fakt ekziston një koncept në psikologji i quajtur tend and befrien. Është një përgjigje stresi ku në vend të luftës ose ikjes, truri na shtyn drejt lidhjes, drejt kujdesit. Dhe studiuesit kanë gjetur se njerëzit që shërohen më shpejt nga trauma, humbja, varësia, ata nuk janë ata më të fortët. Ata janë ata që lejojnë dikë të hyjë brenda. Klara nuk shëroi sepse ishte e fortë. Ajo shëroi sepse një 5 vjeçare e vizatoi atë në një foto. Sepse një burr tha, më vjen mirë që je këtu, kur ajo i tregoi atij gjën më të keqe që kishte bërë ndonjëherë. Sepse një shtëpi që duhej të ishte e zbrazët nuk ishte. Ju nuk keni për të fituar dashurinë. Ju nuk keni për të undrequr për të qenë të denjë për të. Ndonjëherë gjëja më e guximshme që mund të bësh është thjesht të qëndrosh dhe të lësh dikë të qëndrojë me ty. Nëse kjo histori ju ka prekur, shtypni atë buton pëlqimi. Me të vërtet ndihmon kanalin të rritet. Dhe nëse keni pasur nevojë ta dëgjoni këtë sot, unë ju shoh. Unë jam Dafina. Këto janë histori të Dafinës dhe do t'ju shoh në atë të ardhshmen. Disa javë para Krishtlindjeve, një zhvillues telefonoi. Ai kishte qenë duke vëzhguar tokën. Oferta ishte e rëndësishme, më shumë se sa mjaftueshëm për një jastëk të vërtet financiar. E mjaftueshme për të shkuar diku tjetër. Gjëja e zgjuar, e sigurt, strategjike për të bërë. Klara qëndroi në kuzhinë duke mbajtur telefonin dhe ndjeu çdo instinkt të vjetër të fillonte. Shlyej paratë. Qëndro likuid. Qëndro i lëvizshëm. Mos u lidh sepse gjërat merren larg. Ajo shikoi dritaren. Etiani ishte në kopsht me Lilën dhe vajza po përpiqej të barte një kungull pothuajse aq të madh sa ajo. Etiani po shtirej se nuk ndihmonte ndërsa absolutisht po ndihmonte. Të dy po qeshnin. Drita e vonë e pasdites kapi gjithçka të ardhë. Ajo mendoi për nënën e saj, si ajo gjithmonë thoshte se kjo shtëpi ishte e veçantë. Jo për shkak të mureve, por për shkak të asaj që i mbushja ato. Ajo refuzoi ofertën.
Atë natë ajo ul përsëri në dyshemet të banjës, jo për shkak të dëshirave, por për shkak të zakonit. Ajo ende kontrollonte me veten atje, pllakat e ftohta nën pëllëmbët, heshtja mjaft e lartë për të dëgjuar frymëmarrjen e saj. Disa net përgjigjja ishte, unë jam mirë. Disa net ishte, jo akoma, por jam ende këtu. Sot ishte diçka e re. Unë po qëndroj. Ajo e tha me zë asnjërit vetes, shtëpisë. Dhe ajo nënkuptonte të gjithë atë, të mirën dhe të tmerrshmen dhe të pasigurtën. Ajo nuk e dinte nëse kjo do të zgjonte. Ajo thjesht e dinte se kishte mbaruar së larguari. Pranverë. Kopshti ishte plot. Jo vetëm duke mbjetuar, duke lulëzuar. Veranda ishte e fortë. Klara ishte në kuzhinë duke bërë mëngjes kur Lili vraporti duke mbajtur diçka. Një copë letër e ngjeshur nga bartja shumë e shpejtë. Bëra një tjetër, tha ajo pa frymë, krenare. Klara u ul në gjunjë, e mori atë. Ishte një vizatim tjetër. 3 figura shkopin përpara shtëpisë. I njëjti diell i verdh, i njëjti kopsht i gjelbër. Por kësaj here kishte diçka të ndryshme. Kësaj here, figura më e gjatë, ajo me flokë kafe, kishte një zemër në gjoks. E kuqe e madhe, e ngjyrë aq fortë sa lapsi pothuajse kaloi nëpër letër. Klara e pa atë, dhe pastaj ajo pa këtë vajzë të vogël që e kishte zgjedhur atë para se ajo të zgjidhte veten, këtë fëmijë që e kishte vizatuar atë në një familje kur ajo as nuk mund të nxjerrte veten nga shtrati shumicën e mëngjeseve. Dhe ajo u thye. Jo ashtu siç thyej dikur. Jo lloji që shembet. Jo lloji që të dërgon në dysheme banjosh dhe dyert kabinetesh. Ajo u hap. Lloji i thyerjes që lejon dritën të hyjë. Ajo e tërhoqi Lilën në krah aq fort sa vizatimi u ngjesh mes tyre. Dhe ajo qau. Vërtet qau. Mënyra se si nuk e kishte lejuar veten të qaj që nga vdekja e babait të saj. Lloji që vjen nga diku në mbrinjët tuaja. Diku që ke harruar se ekziston sepse e ke bllokuar kaq shumë kohë më parë. Lili nuk u tërhoq. Ajo thjesht vuri dorën e saj të vogël në shpinën e Klarës dhe tha, është në rregull. E bëra zemrën shumë të madhe që ta dije. Që ta dish. Etjani i gjeti ata ashtu në dysheme të kuzhinës. Klara duke mbajtur Lilën, vizatimi i shtypur mes tyre, dhe ai nuk tha asgjë. Ai thjesht ul pranë tyre, vendosi krahun rreth të dyve dhe qëndroi. Kjo ishte imazhi që doja të mbanin. Jo kopshti i përsosur, jo drita e artë, por një grua në dysheme të kuzhinës duke mbajtur një vizatim të ngjeshur duke u mbajtur nga njerëz që nuk i kërkuan asaj të ishte gjë tjetër përveç asaj që ishte. Ajo kishte shkuar në atë shtëpi duke pritur asgjë. Pluhur dhe heshtje dhe biznesi i ngadalshëm i zhdukjes. Ajo nuk e dinte se shtëpia kishte plane të tjera. Ata shëruan plagë që kur nuk i shkaktuan njëri tjetrit. Dhe ndoshta kjo është lloji më i pastër i dashurisë. Jo ndreqja e dikujt, jo shpëtimi i dikujt, por thjesht të qëndrosh afër mjaft kohë që pjesët e thyer të kujtojnë se ku përshtaten. Pra, kjo ishte historia e Klarës. Dhe ajo që vazhdon të mbetet me mua nuk është romanca ose shtëpia. Është fakti se ajo shkoi atje për të qenë e vetme. Dhe të qenit i vetëm ishte e vetmja gjë që do ta kishte shkatëruar atë. Unë mendoj se shumë prej nesh e bëjnë këtë. Kur jeta godet fort, instinkti ynë i parë është të izolohemi, të kuremi, të themi, unë do ta trajtoj vetë. Dhe ka forcë në këtë. Por ka edhe rrezik, gjithashtu. Në fakt ekziston një koncept në psikologji i quajtur tend and befrien. Është një përgjigje stresi ku në vend të luftës ose ikjes, truri na shtyn drejt lidhjes, drejt kujdesit. Dhe studiuesit kanë gjetur se njerëzit që shërohen më shpejt nga trauma, humbja, varësia, ata nuk janë ata më të fortët. Ata janë ata që lejojnë dikë të hyjë brenda. Klara nuk shëroi sepse ishte e fortë. Ajo shëroi sepse një 5 vjeçare e vizatoi atë në një foto. Sepse një burr tha, më vjen mirë që je këtu, kur ajo i tregoi atij gjën më të keqe që kishte bërë ndonjëherë. Sepse një shtëpi që duhej të ishte e zbrazët nuk ishte. Ju nuk keni për të fituar dashurinë. Ju nuk keni për të undrequr për të qenë të denjë për të. Ndonjëherë gjëja më e guximshme që mund të bësh është thjesht të qëndrosh dhe të lësh dikë të qëndrojë me ty. Nëse kjo histori ju ka prekur, shtypni atë buton pëlqimi. Me të vërtet ndihmon kanalin të rritet.
Dhe nëse keni pasur nevojë ta dëgjoni këtë sot, unë ju shoh. Unë jam Dafina. Këto janë histori të Dafinës dhe do t'ju shoh në atë të ardhshmen. Por le të kthehemi aty ku ndërmjet tyre, në atë shtëpi fshatare, jetët vazhdonin të endeshin në një qëndrueshmëri të re. Nuk ishte më punë për të mbajtur një largësi apo për të mos u lidhur. Tani ishte punë për të ndërtuar diçka, edhe nëse asnjëri prej tyre nuk e tha me zë. Ishte një të martë pasdite kur Lili filloi klasën e parë. Etiani dhe Klara e quan së bashku. Vajza e vogël kishte një çantë shpine të re, me një model velprash dhe e mbante me një seriozitet që i bënte të dy të buzëqeshnin. Klara e ndihmoi të rregullonte rripat ndërsa Etiani bëri foto. Kur Lili u fut në përdyert e shkollës duke u tundur, Klara ndjeu një shtrëngim të çuditshëm në zemër. Nuk ishte vetëm krenaria. Ishte një ndjenjë e thellë e përkatësisë, e qenies pjesë e këtij rituali të thjeshtë, të rëndësishëm. Në kthim, ndërsa ecnin në shtëpi, Etiani e kapi dorën e Klarës pa thënë asgjë. Ajo nuk e tërhoqi. Në vend të kësaj, gjethet të thata kërcitnin nën këmbët e tyre dhe drita e vjeshtës i bënte çdo gjë të dukej si e arit. Nuk u deshën fjalë. Nuk u deshën premtime të mëdha. Vetëm dorëzimi i atij kontakti të vogël fizik, i ngrohtë dhe i sigurt, tha gjithçka. Ditët më pas shndërruan shtëpinë në një qendër për projektet e klasës së parë. Kishte makina të bëra nga kutitë e qumështit për një garë, kolazhe me gjethe të thata dhe një herë edhe një ferm të vogël me krimba toksore që Klara, ndaj të cilave kishte një neveri të fshehtë, duhej të kujdesej për to kur Lili nuk ishte aty. Ajo e bëri pa anku, sepse pa që vajza e vogël shkëlqente kur tregonte se si krimbat po i ndihmonin luleve të saj të rinin të shëndetshme. Etiani vëzhgonte, i habitur çdo ditë nga kjo shndërrim i bull. Klara, e cila kishte ardhur në këtë shtëpi si një hije, tani bënte bukë në mëngjes duke kënduar me radio, duke u grindur me printerin kur ai nuk printonte vizatimet e Lilës, duke qeshur me zë të lartë me një shaka të trashë që ai kishte thënë. Ish ajo po shërohej. Dhe në këtë proces, po i shëronte edhe ata. Por shtëpia vetë, ndërtesa e vjetër prej druri, ende mbante sekretet e veta. Një të shtunë pas dite, kur po kërkonin një kuti me vegla për të rregulluar një dritare që nuk mbyllej mirë, Etiani gjeti diçka të fshehur në çati, pas një trar të vjetër. Ishte një kuti e vogël druri, e pluhurosur, me një kyç të thjeshtë. Ai e thiri Klarën. E hapën me kujdes. Brenda, mbi një shtresë letre organze të verdh, gjetën dy gjëra. Një medalion të vjetër argjendi me një foto të vogël të zezë e të bardhë të një gruaje të re me një buzëqeshje të gjerë. Dhe një letër e shkruar me dorë me një shkrim të bukur, të rrjedhshëm. Klara e njohu menjëherë shkrimin. Ishte i gjyshes së saj, Angelës. Përdik nga e ardhmja, lexoi ajo me zë të qetë. Nëse je duke lexuar këtë, kjo shtëpi tashmë të ka mbajtur në krahët e saj. Unë e ndërtova këtë verandë me dorë time me ndihmën e burrit tim, Luanin. Këtu kemi qeshur, kemi qarë, kemi kënduar dhe kemi kërkuar zgjidhje. Mendoj se muret thithin këto kujtime. Ata mbajnë gëzimin për t'ju dhënë kur keni nevojë. Mos u friksoni të dashuroni këtë vend. Ai u përgjigjet dashurisë me një qetësi të vjetër. Lëni e diçka për të ardhmen, siç bëra unë. Dhe mbaje mend, shtëpia nuk është një vend ku fshihesh. Është një vend ku gjendesh veten. Klara ndaloi. Lotët ju mblodhen në sy pa paralajmërim. Ajo nuk e kishte njohur gjyshen shumë, por ndjeu një lidhje të menjëhershme me këtë grua që kishte shkruar këto fjalë kaq shumë dekada më parë, duke parashikuar pikërisht pikën në të cilën Klara do të gjendej. Ajo ishte aty për të fshehur, por shtëpia e kishte ndihmuar ta gjente veten. Etiani e përqafoi nga pas, duke e mbajtur atë ndërsa ajo qante butësisht në medalionin që dridhej në dorën e saj. Duket se ajo e dinte, tha ai. Klara u përgjigj vetëm duke tundur kokën, pa gjetur fjalë. Ata vendosën ta vënë kutin përsëri atje ku e kishin gjetur, si një kohë kapsul për ditë tjetër në të ardhmen. Por kopjen e letrës e mbajtën. Klara e ngjiti në frigorifer pranë vizatimit të Lilës me zemrën e kuqe. Kështu, 3 brezat tani ishin të përfaqësuar atje, urimi i gjyshes, falënderimi i fëmijës dhe premtimi i të tashmes. Dimri erdhi jashtë për atë vit. Dëbora mblodhi shtresë të trash dhe erat e kthyera të veriut ulën temperaturën shumë. Një natë, gjatë një stuje të fortë, energjia elektrike u shkëput për të gjithë zonën.
Kjo nuk ishte aventure e këndshme si në vjesh. Ishte ftohtë dhe e errët dhe Lili, tashmë e lodhur nga një të kollët e lehtë, ishte e pakënaqur dhe e frikësuar. Etiani ndezdi vatrat në soba dhe ata të tre mblodhen në dhomën e ndenjes, të mbështjell me batania. Klara i kujtoi atij se kishte dëgjuar lajme për një ndërprerje që mund të zgjasë disa orë, ndoshta edhe deri në mëngjes. Nuk dukej e sigurt të qëndronin të gjithë në një dhomë. Por ata nuk kishin shumë zgjedhje. Atëherë Klara kujtoi diçka. Garazhi, tha ajo. Ka atë sobë me vaj të vjetër. Babai im e ndreqi një herë. Mendoj se ende punon. Etiani shikoi nga dritaja në stuhi dhe u trondi. Garazhi ishte një ndërtesë e vogël e veçantë, rreth 10 metra larg shtëpisë. Të shkoja atje në këtë mod do të ishte e pakëndshme, por do të jepte nxehtësi të vërtetë dhe mund të sillte sobën e vogël portative në shtëpi. Ai u vesh me shpejtësi, duke u mbështjell me çdo sende të ngrohtë që gjeti. Klara protestoi, duke thënë se ishte shumë e rrezikshme. Unë do të jem mirë, tha ai, duke i puthur në ball. Mbaje lilën të ngrohtë. Klara e pa atë duke u zhdukur në stuhi, dritë e ndrequr e dritores së tij duke u lëkundur në errësirë. Minutat dukej si orë. Ajo mbajti lilën të afërt, duke i kënduar këngën, duke përpiqur të mos dëgjonte ulërimin e erës jashtë. Më në fund, dera u hap dhe Etiani u kthye, i mbuluar me dëbor, duke bartur sobën e vogël të zezë. Ishte të ngrihet në flak, por kishte vaj. E pastruan një vend të sigurt në dhomën e ndenjes, larg çdo gjëje të ndezshme, dhe ndezën atë. Nxehtësia e menjëhershme që filloi të shpërndahej ishte e pashprehshme. Lili u qetësua menjëherë, duke u shtrirë përballë nxehtësisë së saj të errët dhe në pak minuta ra në gjumë. Klara e fshiu dëborën nga flokët e Etianit me duar dridhëse nga lehtësimi. Mos u bëj më kur këtë, pëshpëriti ajo. Kishe mund të humbje udhën. Por nuk e humba, u përgjigj ai, duke buzëqeshur të lodhur. Dhe tani jemi të ngrohtë. Ajo e puthi atë, një puthje e shpejtë dhe e fortë, duke shijuar ngrohtësinë e fytyrës së tij të ftohtë kundër saj. Rreth sobës, në dritën e errët të qirirave dhe flakëve të zjarta, ata biseduan për të ardhmen. Jo për të shkuar, por për të ndërtuar. Etiani foli për një ëndër që kishte pasur për të hapur një pikë të vogël restoranti ose shërbimi catering, duke përdorur perimet e kopshtit. Klara foli për të filluar përsëri të shkruante, diçka që kishte dashur të bënte në kolegj, por e kishte lënë pas për të ndjekur rrugën praktike të biznesit. Ata ishin ende të thyer, të dy. Ajo ende luftonte me demonët e saj në mesnatë. Ai ende zgjoi ndonjëherë me një ndjenjë të errët të humbjes për vëllain e tij. Por tani ata kishin një plan, një harta të përbashkët. Dhe më e rëndësishmja, kishin njëri tjetrin për ta mbështetur kur teri binte. Dimri kaloi. Pranvera u kthye, duke sjell me vete lule të reja dhe shpresa të reja. Klara dhe Etiani filluan punën e tyre të vogël. Me kursimet e vogla të Etianit dhe me një kontribut të vogël nga Klara nga shitja e disa sendeve të vjetra të shtëpisë që nuk i nevojiteshin, ata hapën një biznes të vogël. Rënje dhe kujtime ishte emri. Etiani gatuante ushqime të thjeshta, të shëndetshme, të bazuara në perimet e kopshtit. Klara merrej me marketingun, duke krijuar një faqe të thjeshtë në internet dhe duke shpërndar fletushka në qytet. Ajo gjithashtu filloi të mbante një blog, duke shkruar për jetën në shtëpinë fshatare, për kthimin në rënje dhe për rrugën e shërimit. Shkrimi i saj ishte i ndershëm, i prekshëm dhe filloi të tërhiqte një grup të vogël lexuesish besnik. Biznesi nuk u bë i pasur menjëherë, por ishte i tyre. Dhe çdo porosi, qoftë edhe për një byrek me spinaq ose një tort me mollë, ndjehej si një fitore. Një ditë, kur Lili ishte në shkollë dhe Klara ishte e thelluar në shkrim, ra një telefonat. Ishte një zonjë e moshuar nga qyteti i afërt. Ajo kishte lexuar blogun e Klarës dhe kishte dëshiruar të fliste me të. Zonja, e cila quhej Valbona, tregoi se kishte një dhomë të madhe të zbrazët në shtëpinë e saj, plot me libra të vjetër dhe mobilje të trashëguara. Ajo donte t'i dhuronte disa prej tyre për Klarën dhe Etianin, duke thënë se historitë e tyre e kishin prekur atë dhe ajo dëshironte të ishte pjesë e këtij udhëtimi të bukur. Klara fillimisht u ndjen e turpëruar, duke refuzuar me mirësjellje. Por Valbona ishte kokfort. Fëmijët e mi janë larg, tha ajo me zë të qetë. Gjërat e mia kanë nevojë për një shtëpi ku do të duhen.
Dua që ato të shkojnë tek ju. Kështu, një të shtunë, një kamionet i vogël mbërriti. Klara dhe Etiani, të ndihmuar nga 2 fëmijë, shpenzuan ditën duke shkarkuar dhe duke vendosur në shtëpi mobilje të bukura, të vjetra, një tryez të madhe druri për kuzhinë, një raft libra, një karrige të rehatshme për verandë. Shtëpia filloi të dukej më e mbushur, më e ngrohtë, më e jetuar. Ndërsa vendosnin librat në raft, Klara gjeti një të vjetër të trash, një antologji poezish shqipe. Kur e hapi, një flet letre ra jashtë. Ishte një fotografi. Fotografia tregonte një çift të ri, duke qëndruar përpara së njëjtës shtëpie fshatare, duke buzëqeshur gjerë. Në anën e pasme, me shkrim, shënoi, Angela dhe Luani, pranvera 1952. Shtëpia jon e parë. Klara e tregoi Etianit, e habitur. Valbona doli të ishte mbesa e Angelës. Librat dhe mobiljet kishin qenë të gjyshes së Klarës. Ajo kishte kujtuar shtëpinë, edhe pas shumë dekadash. Dhe tani, në një mënyrë që dukej si fat i pastër, ajo po I kthehej ato. Klara nuk qau këtë herë. Ajo buzëqeshi. Një buzëqeshje e gjerë, e plotë, që ndjeu në të gjithë fytyrën e saj. Ishte si një puthje nga e kaluara, një konfirmim se ajo ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Jeta nuk u bë kur e përsosur. Kishte ditë të vështira. Ditë kur Klara ndjej e dobët dhe e frikësuar. Ditë kur Etiani kujtonte humbjen e tij dhe mbyllte në vetvete. Ditë kur Lili, duke u rritur, tregonte zemërim dhe sfidim, duke I testuar ata në mënyra të reja. Por tani ata kishin një themel. Kishin një histori të përbashkët që po shtohej çdo ditë. Kishin një shtëpi që nuk ishte më një stre, por një shtëpi me të vërtetë. Kishin një familje. Dhe Klara kuptoi, duke qëndruar në atë verandë një mbrëmje verore, duke parë Etianin dhe Lilën duke luajtur me një top në obor, se ajo nuk kishte më nevojë të fshihej. Ajo kishte nevojë të ishte e dukshme. Për ta, për veten e saj, për botën. Historitë e saj, edhe ato të dhimbshme, ishin pjesë e saj. Dhe ato I kishin çuar në këtë çast të përsosur, në këtë shtëpi plot me kujtime të reja dhe të vjetra, plot me dashuri. Ajo mori frym thellë, duke thithur erën e verës së mbërthyer me erë lulesh. Ishte liri. Ishte kthim në shtëpi. Ishte fillimi. Dhe kështu përfundon historia e Klarës, e Etianit dhe e Lilës. Jo me një jetuan përgjithmonë të lumtur, sepse jeta nuk funksionon kështu. Por me shpresë. Me forcë. Dhe me njohjen se ndonjëherë përgjigjja ndaj dhimbjes nuk është të ikësh, por të hapësh derën e shtëpisë sate, fjalë për fjalë dhe figurativisht, dhe të lejosh që botja të hyjë brenda, në të gjithë rrëmujën dhe bukurinë e saj. Faleminderit që dëgjuat. Jam Dafina. Këto janë histori të Dafinës. Ju uroj paqe dhe guxim në udhëtimin tuaj. Mirupafshim. Dhe kështu, në atë shtëpi fshatare ku kishte ardhur për të zhdukur, Klara u gjet veten. Jo si një ishull I vetmuar, por si pjesë e një toke të përbashkët. Veranda mbeti vendi I tyre. Lulëzimet kthyen në lëngje, dimrat erdhën dhe shkuan, dhe fëmia u rrit. Çdo shenjë e vjetër në dru, çdo zhurmë e njohur në tavane, bënte pjesë nga simfonia e tyre e përbashkët. Nuk kishte më nevojë për fjalë të mëdha. Dashuria e tyre ishte në kafen e mëngjesit të përgatitur në heshtje, në një xhaket të lënë mbi shpinë të karriges kur ftohte, në dritën që ndizej në dritare çdo mbrëm, duke njoftuar botës se këtu brenda dikush priste. Klara më nuk e mbulonte vragën në dorë. Ajo e mbante atë si një pjesë të historisë së saj, jo si një turp, por si një dëshmitar I udhëtimit të saj nga errësira në dritë. Shtëpia nuk e shpëtoi. Ajo I dha një stre. Dhe ndonjëherë, strehimi është gjithçka që nevojitet për të filluar përsëri.